Të nderuar miq, përshëndetje. Ju përshëndes pra nga studio e emisionit Fusion të televizionit Blu TV në këtë transmetim të drejt për drejt. Si gjithmonë pra, politika zë vendin e parë në temat që trajtohen në këtë periudhë pra, në temat që trajtohen në hapësirën e emisionit Fusion, por krahas saj sigurisht edhe problemet e ditës, ato që lidhen me komunitetin, me të tashme dhe sigurisht ndikojnë në atë që do të bëj më pas. Në këtë kontekst, unë vendosa, pra u fokusova sot në atë që ka qenë fakt fokusi i opinionit dhe që lidhet me politikën, me zhvillimet interesante në gjirin e partive më të mëdha të politikës në vend dhe që janë zhvillimet në Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Por nëse në Partinë Socialiste kemi atë që shumë kush e cilëson fenomeni ose projekti Spiro Pali, në Partinë Demokratike kemi atë që lidhet me garën për kreun e kësaj force politike, pra që do të finalizohet në datën 23 maj. Janë fakt duket sikur janë dy segmente zhvillimesh që kundërshtojnë njëra tjetrën, por në fakt kanë mjaft pika të përbashkëta, duket si një lloj korelacioni i elementeve të ngjashëm që i bëjnë ato interesante me një profil aq sa të ndryshëm, po aq edhe të përbashkët. Në këtë kushte pra kam një panel sot të përbër nga Gjergj Nika, këshilltar bashkiak opozita në Këshillin Bashkiak të Vlorës, Edmond Bejtaj, opinionist, bashkëtar imi prej shumë muajsh, dhe Klajdi Myzafera, që në fakt vjen për të parë në këtë cilësi pra si opinionist sot në hapësirën e emisionit Fusion këtu në televizionin Blu TV, pavarësisht se kam patur her pas here pra në këtë studio për tema që lidhen me politikën sigurisht, por në një këndvështrim tjetër si ish funksionar i Partisë Socialiste. Ndërkohë që në lidhje të drejt për drejt, pra në lidhje live, do të kem analistin e njohur zotin Frog Çupi, i cili në këto momente është drejt për drejt me studion, pra i lidhur me studion e emisionit Fusion dhe sigurisht me audiencën, pra me teleshikuesit që janë duke na ndjekur në këto momente. Zoti Çupi, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Fusion për televizionin, pra për audiencën e televizionit Blu TV, por njëkohësisht pra dhe për gjithë ata që në momentet caktuara pra do të na ndjekin përmes kësaj hapësire. Faleminderit Harilla. Faleminderit për ftesën dhe për bisedën që do bëjmë bashkë. Atëherë, duke falendëruar edhe një herë për këtë prani në këtë të premte mbrëmje, unë sigurisht që do të fokusohem tek politika. Në fakt, i përmenda në prezantimin tim dy gjërat që lidhen me dy partitë kryesore politike. Pra atë që shumë kush ju referova përcaktimit në auditor, në hapësirat në studiot e ndryshme televizive, atë që shumë kush pra e quajnë projekti apo fenomeni Spiro Pali në Partinë Socialiste, dhe më tej pra garën, në fakt garën pa garë në kuptimin e më shumë se i kandidature për kreun e Partisë Demokratike në datën 23 maj. Në këto kushte, baze pyetja më e thjeshtë do të ishte kjo: çfarë po ndodh me politikën shqiptare, zoti Çupi? Është në një rrugë, kam përshtypjen se në rrugë normale, në kuptimin që ecën, zhvillohet në mënyrën e vet, sipas me që pyetja është se çfarë po ndodh në politikën shqiptare. Kjo është. Këta jemi, kështu bëhet politika në vendet si ne, dhe s'kemi çfarë themi gjë tjetër. Po të shkojmë tek ndarjet që bëhet, ose si thua te specifikimet që bëhet, ju e vut theksin tek një ngjarje që ka ndodhur në Partinë Socialiste, dhe ndërkohë në një zhvillim që po ndodh në Partinë Demokratike. Në Partinë Demokratike po tentohet të bëhen zgjedhjet e kryetarit, dhe në Partinë Socialiste ka nisur një debat i hapur, jashtë institucional, midis një ish ministre dhe vetë partisë ose kryeministrit e tjerë. Që të dyja, siç e thatë, ju kanë peshë për të thënë vërtetën, po sa peshë kanë, këtë se masim do të ne. Por masim faktin që njëra
është për jetë a për të jetuar, to be or not to be, të jetë atë mos jetë Partia Demokratike, ndërsa problemi tjetër është një problem që është luksos, që me thënë, për shkak të luksit që jep vendi një ministri, atje bëhet një zhurmë. Ndërsa këtej bëhet një zhvillim për shkak të humnerave që ka krijuar gjithë koha për Partinë Demokratike. Kjo është diferenca, si me thënë, siç e dim të gjithë që perandorit goditen nga Knesia dhe edhe Partia Socialiste, në qoftë se quhet goditje, është goditur pikërisht nga një luks, nga një Knesi ministrore. Po t'i marrim një për një, njërën dhe tjetërën, nëse e mendoni se mund të them pak fjalë për secilën. Partia Demokratike ndodhet në një situatë kur po ka shkelur të gjitha normat, të gjithë politikën normale të demokratike, po bën zgjedhje me një kandidat, ka eliminuar ose ka mbyllur dyert të gjithë kandidatëve të tjerë, dhe ka shpallur kandidat të vetëm atë që ka qenë gjithë kohës, gjithë jetën kryetari i Partisë Demokratike. Po këtu kemi të bëjmë me një problem tjetër, se shkelja normave, shkelja rregullave, shkelja ligjeve, po dëshmon se Partia Demokratike nuk është e gatshme të marrë pjesë në shoqëri ligjore, nuk është e gatshme të marrë pjesë në shoqëri civile, të zhvilluar, ku ligji i bën rregullat, normat, parimet. Kështu që fatkeqësia për ne, jashtë partisë, kjo është. Sa për atë që ndodh brenda për brenda, Partia Demokratike ka një shekull të tërë që bën po këtë jetë. Tani është fundi dhe prandaj duket alarmante, sepse nuk mund të rezistojë më një parti e cila nuk pranon asnjë alternativë, e cila nuk pranon asnjë parim demokratik, e cila shkel ligjet që i ka bërë vetë, dhe e cila qeveriset nga një kryetar i cili është i shpallur si minusi i demokracisë, është i shpallur non grata në Europë dhe në Amerikë, është i pandehur tashmë në bankë të akuzuar për korrupsion të madh. Dhe si thonë në fjalën popullore, një zot e di se si mund të jetë kjo parti në rrugë normale, e pa mundur. Ndërsa në sensin tjetër kemi Partinë Socialiste, e cila sigurisht ka gjithë barrët e qeverisjes së vendit. Ka edhe këtë gjën që tani, si thuash, mediat, lajmet, portalet, informacionet të sakta ose të pasakta, kanë si ushqim një akt që ka ndodhur me shkarkimin e ministres së jashtme Spiro Palli. Ministra e jashtme po tregon se është e paduruar kur del nga frondi i ministrit, dhe është e paduruar kur mendohet se një ditë do jetë si gjithë të tjerët në parlament, nuk do jetë ministër. Këtu s'kemi të bëjmë as shumë me një moment thjesht politik. Këtu kemi të bëjmë me një moment social, me një moment politiko-moral në të shoqërisë sonë. Kemi një situatë ku po të shkosh më tej, kupton që një gjë e tillë ku nuk pranohet asgjë, do me thënë gjithçka është e keqe mbasi nuk je ti. Do me thënë qeveria është e keqe sepse ti ikë si ministër, partia është e keqe, u bëhet e keqe brenda ditës sepse nuk je ti. Dhe kjo është një fenomen nëse e vini re me të gjithë njerëzit që largohen nga pozitat e tyre. Në politikë ka ndodhur, edhe në Partinë Socialiste ka ndodhur me paraardhësen e Spiro Pallit, do të thënë ish drejtorën e doganave, me
ka ndodhur me ish zëvendës kryeministrin, Ben Ahmetaj, ka ndodhur në shumë raste sa po largohet dikush nga qeveria, do filloj të hedhë gur mbi shtëpinë e vet. Mirë po, shiko çfarë na ndodh, vjen prej nesh kjo gjë, nuk është thjesht e politikës. Është prej nesh, prej ne qytetarëve, dhe ne qytetarët nuk dim ta zgjedhim mirë politikanin. Se ne qytetarët e kemi këtë vezë, domethënë shikoni shikoni çiftet, domethënë në çifte kur ka divorce, mbas divorcit tjetri tenton ta vrasë atë tjetrin, ose nis dhe shah, është një histori që vjen nga pjesët e ulta të shoqërisë. Dhe ky është problemi, domethënë sa partia politike X parti tenton të zgjedh, tenton të njoh, tenton të seleksionoj për në qeveri njerëz me background intelektual të mirë, me background familjar të mirë, me njerëz të ngopur, jo njerëz të rritur keq. Në kuptimin jo thjesht si ushqehet njeriu, po i ngopur me kulturë, i ngopur me autoritet, i ngopur me durim, i ngopur me qytetari. Dhe ky është një problem i cili sigurisht do të vazhdojë edhe në të ardhmen, padyshim, dhe ka ndodhur dhe ndodh në të gjitha partitë politike, vjen keq po dhe në grupimet shoqërore, në grupimet e biznesit, në grupimet familjare e tjerë. Dhe çfarë ndikimi do ketë do kenë aktet në të dyja partitë. Njëri nga Partia Demokratike po shkon drejt zgjedhjeve dhe do shikojmë se si do priten nga partitë e tjera në Europë e tjerë, por dhe Partia Socialiste sigurisht që ka një mision shumë të madh tani me problemin e integrimit në Europë. Atëherë, mes dy qëndrimeve, unë do të fokusohesha tek ajo që lidhet me vërtetësinë ose jo të atyre që deklaron dhe që thot, artikulon zonja Spiropali, siç e cilësuat juve, pra ish ministrja e jashtme e Republikës së Shqipërisë. A janë të vërteta, a qëndrojnë ato fenomene për cilat ajo ngre zërin prej disa javësh? Shiko, në qoftë se marrim tekstin e atij diskursit të zonjës Spiropali, sinqerisht nuk do doja që të kishte ndodhur të mos i thoja këto fjalë, po marrim tekstin dhe ato të gjitha qëndrojnë. Pse qëndrojnë? Sepse janë fjalë në thënë të lidhura mirë, pa kuptim, janë akte që ndodhin kudo, janë fenomene që ndodhin pavarësisht se ku thua se ka ndodhur, dhe janë gjëra që në jetë i ketë rëndovta, për shembull. Nuk ka transparencë. Kush e mat? Cili është sistemi mat? Nuk ka vlerësim të kapaciteteve, po ka vlerësime personale. S'kemi fakte, s'kemi norma, s'kemi, ku di unë, kush e ka thënë, pse e ka thënë, çfarë e ka thënë. Dhe njeriu në këto moment patjetër që do lidh fraza, fjalë të tjera. Partia Socialiste ta shikoi veten se do bëj në të ardhmen sepse kështu nuk shkohet. Si nuk shkohet? Domethënë, të shkosh në treg dhe të shesish ajër, të shesish një gjë që nuk matet. Dhe ky është problemi, do të ishte shumë e dobishme, sikur praktikisht të thuheshin gjëra, si thuheshin gjëra që janë konkrete ose që po i zbulojmë, se deri dje kur Spiropali ishte ministre, partia ishte e mrekullueshme, qeveria që e brillante, kryeministri ishte Skënderbej, opozita ishte zero. Domethënë të gjitha këto i ka artikuluar në prag të shkarkimit, i ka artikuluar zonja Spiropali, ministre e jashtme, domethënë. Nga dolën këto brenda ditës. E para, dyta, nëse atje ka ndodhur këto gjëra që thot ajo, që ne se dim se ç'janë, dhe nëse ka gjëra konkrete për të thënë, na i thot dhe të thot
cila është përgjegjësia e saj? Do e ka korruptuar Spiro Pali, e ka në dorë kryeministri, se kjo po lidhet për kuptuar për një nivel mesatar të shoqërisë. E ka në dorë kryeministri, a të na thotë. Sepse e kam në dorë për shkak se e kam lidhur në çështje kriminale 1, 2, 3, 6, ku di unë. Por ndërkohë të thotë dhe për vete, shiko, unë jam një pjesëmarrëse në krime, por ama në këtë krim është edhe kryeministri. Kjo do të ishte një gjë e cila do të krijonte vërtet, do të krijonte lajmës, do të krijonte problem në e dyta. Kemi të bëjmë me një kategori në politikë, një kategori të caktuar në politikë, që siç e shikoni ka grumbullim fjalësh, ka grumbullim insinuatash, ka, si më thënë, krijimtari fiction, dhe unë ja kam thënë dhe në media të tjera, dhe u kam thënë vërtet, këto janë politikane që i ngjajnë njëra tjetrës. Domethënë, këto janë modeli Gridaduma, që thot miliona fjalë, miliona dhe s'kupton asgjë, thot asgjë. E njëjta gjë është kjo vajza. Dhe të vjen keq, realisht të vjen keq pse ka penetruar, ka shkuar deri ministri jashtë në ku nuk kishte asnjë lidhje me diplomacinë, ku nuk kishte asnjë lidhje me maturinë, ku nuk kishte asnjë lidhje me nuk dinte të lexonte hartat, jo më të lexonte diplomacinë e botës. Dhe ky është problemi. Problemi, unë nuk shkoj deri në pikën sa ta shtroj si shtrohet në Kosovë, për shembull në politikën e Kosovës, që politika e vjetër dhe politika e re, gjë që është tragjike në sensin tjetër. Por shkoj tek ideja se në një parti të garantuar, të fuqishme, në magjërancë, siç është Partia Socialiste e Shqipërisë, duhet të ketë motor vlerash, motor të fuqishëm që kuptojnë ku janë vlerat dhe ku janë mos vlerat. Dhe ky është problemi. Problemi është tek, si më thënë, tek pesha e njerëzve që qeverisin. Atëherë, në manifestin e saj të fundit, në thonjza, unë veçova një frazë që duket se është një lloj, paktën në perceptimin tim, pastaj gjykimi është tjetër gjë. Një frazë që duket se ose nuk kupton një lënie gjysmëdere hapur për atë që përbën pra kthim ose mos kthim mbrapsht në deklaratat dhe qëndrimet e saj. Pra mes tjerash ajo përcakton: mos pajtimi nuk është shkelje besnikërie, përkundrazi. Mos pajtimi është forma më e lartë e besnikërisë. Është një lloj thënie, duket e huazuar, por gjithsesi është një thënie vërtet shumë interesante. Mendoni se është një lloj shprehje me nënkuptime për të thënë se, ose një lloj si ai moment që unë përmenda më lart, pra, një lloj gjysmëtere hapur për rikthim në atë që lidhet me pozitat e dikushme të mëparshme, një lloj ndjese, po e lën në një perspektivë optimale ose jo optimale. Nuk e di, respektoj shijen tuaj sinqerisht për faktin që e konsideroni një thënie që gjendet kudo, për të thënë vërtetën, por le të rrim tek çështja themelore. A do bëhet ministre, se rikthimi do të thotë se ajo e kthyer është antare e parlamentit. Po mos shikojmë edhe një fenomen këtu, shikojmë një gjë që tjetra është investuar me besimin e qytetarëve, me besimin e elektoratit. Por këtë besim e konsideron zero, e konsideron asgjë. Po që ministra nuk është gjë. E kupton, domethënë besimi është dhënë për të qenë deputete, nuk ka gjë më të lartë se sa përfaqësuesi i popullit. Por ajo nuk është si të tjerët, ajo e do patjetër që besimi i popullit çfarë është, atë e ka merituar para se të lindte. Jo vetëm ajo, kjo është e rëndom, një situatë shumë e rëndom, shumë e papëlqyeshme. Po ta zënë se ajo do të patjetër të jetë ministre. Sigurisht mund të konkurroj, sigurisht nuk është e thënë se nuk mund të thush kur,
dhe ajo mund të bëhet mbasi të krijoj besim se është për ministre, mund të bëhet ministre. Por ama sot me këtë gjë që ka ndodhur në Partinë Socialiste dhe me këtë model, jo për arsye të inatit, për arsyen se është një debat i pa vlerë dhe për arsyen se ish ministra e jashtme dëshmohet si një person politik me vlera minimale. Në këto vlera minimale, padyshim nuk mund të kemi sot ose as në fund të këtij mandati, nuk mund të kemi në një nuk mund të turprojë veten Partia Socialiste dhe të rikthej vlerat e humbura, vlerat që janë larguar. Atëherë duhet të krijojë një revoltë të tërë deputetëve të Partisë Socialiste, të cilët kanë shumë të drejtë të thonë por çfarë po ndodh. Dhe kjo do ishte korrupsioni brenda partisë. Ky do ishte degenerimi brenda Partisë Socialiste. Atëherë, me që erdhëm natyrisht në këtë moment, një pyetje që mendoj se duhet të jetë e fundit për të respektuar atë që marrëveshjen tonë paraprake. Ju e përjashtoni, nisur nga këto që thatë, e përjashtoni mundësinë e ekzistencës reale të një linje e cila tenton të konsolidohet brenda Partisë Socialiste, pra në hierarkinë e saj më të lartë, me qëndrimet ngjashme dhe interesat të njëjta si ato që janë artikuluar pra nga zonja Spiropali. Mjafton të përmend një fakt, sot Shtypi ka publikuar pra një takim informal të zonjës Spiropali me një nga deputetët e njohur, një nga emrat më të njohur të Partisë Socialiste. Kjo që thonë ju është shumë serioze, dhe jo vetëm serioze se është e rrezikshme, po është serioze sepse ky është problemi. Dhe problemi është si ta shohim këtë gjë. Jemi të detyruar, jemi para publikut, jemi gazetarë, jemi njerëz publik, dhe duhet të themi të vërtetat pavarësisht se kanë nxjerrë kryet apo se kanë nxjerrë akoma. Partia Socialiste, jo vetëm sot, por edhe në qeverisjen e Patosnanos, si dhe partitë e tjera, por sidomos Partia Socialiste e cila vinte nga një eksperiencë shumë e gjatë në shtet ndërtim, në shtet formim, në shtet konstruktim, si ta thuash, ditë të qeverisë, ka qeverisur një jetë të tërë. Dhe edhe për këtë arsye, brenda Partisë Socialiste shumë njerëz e kanë parë veten si të pa plotësuar me postin që ka. Dhe janë manifestuar disa grupime, padyshim. Ju e dini që një prej këtyre grupimeve ishte Ilir Meta, i cili përfundoi këtu ku përfundoi. Padyshim ishte një spliti më i madh që kishte pas Partia Socialiste. Por gjatë gjithë kohës ka pasur edhe grupime të tjera. Ishte grupimi i këtia thuje që ishte ministri i drejtësisë Fatmir Gjafa. Fatmiri ndërtoi një grup, goditi në mënyrë pak më të kultivuar se sa Spiropali, u lidh dhe me Ilir Metën, dhe Edi Rama si kryeminist dhe kryetari i Partisë Socialiste i lidhë të gjitha dhe qëndroi në mënyrë shumë të qetë, shumë të pa alarmante. Në Partinë Socialiste nuk ka ndodhur që të ushkatohen as të përjashtohen njerëz. Dhe një ditë prej ditësh Fatmiri shkoi në pozitat që kuptoi që jo vetëm kuptoi, por kuptoi se ai të çfarë meritonte e kishte marrë. Ishte grupimi i Erion Veliaj, ku bën pjesë edhe vetë Spiropali. Sigurisht ishte më i moderuar. Më i moderuar në kuptimin që po përqendronte, po mblidhte forca tjera, po ju konfidoj një gjë, që Edi Rama si kryeministër e ka pranuar këtë gjë. Nëse ata fitojnë besimin e socialistëve, po ua them në konfidencë këtë gjë. Nëse fitojnë besimin e socialistëve dhe të publikut, unë po i hap mbrapa. Ky është qëndrimi i një lideri.
Ka pasur grupimet e tjera, sigurisht që ka në tentativë. Nëse mund të shikoj Elisa Spiropalin si një nukël që do krijojë një grup kundër qeverisë, kundër Partisë Socialiste, kundër pranimit në Bashkimin Evropian, se tani po ti je kundër Edi Ramës, e di kush je. Je një njeri që tenton të ndalesh, është njësoj si të jesh me Sali Berishën, tenton të ndalesh Shqipërinë për shkuar atje, për shkuar në Bashkimin Evropian. Është moment krucial, është moment i rëndësishëm shumë, edhe nuk është e drejtë që nuk është normale që Elisa Spiropali të shkojnë në Berlin dhe të thotë që shiko Edi Rama është i lodhur. Prandaj do më ndihmoni mua se do ta marrun në dorë Shqipërinë për ta çuar në Europë. Si mund të ta perceptosh këtë gjë? Do të thotë që ti je në një nivel shumë fëminor të politikës. Dhe ky është problemi i sotëm. Problemi i sotëm është Europa, është lidhja me perëndimin dhe është modernizimi i politikës. Spiropali praktikisht, për të thënë vërtetën, kemi, siç po të them gjërat që janë ato që një dihen, që dihen publikisht sigurisht, po them dhe një gjë që Elisa Spiropali nuk mund të ketë asnjë mik në këtë jetë edhe në Partinë Socialiste. Jo më të bëj grupime alias Mao Zedong. E pamundur. Zoti Çupi, ju falenderoj atë për këtë lidhje të drejtë për drejtë me emisionin Fusion në televizionin Blu TV dhe veç falënderimit edhe urimin për një fundjavë të këndshme. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit ju, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Atëherë, nderuar miq, kthehem pra në studio me panelin që kam sot si një pjesë të dytë të këtij emisioni në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Edhe një herë ripërsëris, rikujtoj pra se të ftuarit e mi sot janë Gjergj Nika, këshilltar bashkiak opozita në Këshillin e Bashkisë së Vlorës. Zoti Nika, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Edmond Bejtaj, opinionist, Mondi, mirë se erdhe. Këshilltar Visok, mirë se vjen. Klajdi Muzaferaj, opinionist, Klajdi, mirë se erdhe. Është kënaqësi që të kam sot në një pozicion tjetër, sigurisht të këndshëm. Mendoj që është edhe për ty. Patjetër, për mua gjithmonë kënaqësi të jem në studio në një panel, jo vetëm me ju, po me gjithë dhe me këta kolegë nderuar, për të diskutuar për problematika dhe aktualitetin e sotëm. Atëherë, sigurisht që është politika, është tema që unë nisa dhe diskutova në pjesën e parë të emisionit me zotin Çupi. Pra atë që është duke ndodhur në dy partitë më të mëdha politike në vend. Partia Socialiste, partia më e madhe në Shqipëri, në pozitë pra në pushtet prej vitit 2013, nga zgjedhja qersore 2013, dhe Partia Demokratike. Gjatë kësaj jave ka pasur zhvillime interesante, sikundër dhe përmenda dhe që lidhen së pari me atë ta quaj me që përmenda gjatë diskutimit me zotin Çupi, manifestin thonjza që ajo publikoi në rrjetet sociale, profilet e veta, në rrjetet sociale, ku në kundër përgjigjet e asaj që nuk u tha publikisht, por u përcoll nga media, qëndrimit në mbledhjen me grupin e parlamentarët të Partisë Socialiste dhe kryesin e kësaj force politike, pra asaj që ishte thënë nga zoti Rama për të heshur, për ndalur me këto deklarata, por përkundër kësaj, pra ne kemi në mënyrë të drejtë për drejtë pra atë reagim që është reagimi më i gjatë i zonjës Spiropali dhe i argumentuar dhe i artikuluar qartë, pra ku i drejtoi se nëse ato që ajo qëndron, nëse ato që ajo ka ngritur në mbledhjen e grupit parlamentar nuk qëndrojnë dhe në këto kushte pra pranon të përjashtohet. Madje ka bërë thirrje Ramës edhe të përjashtohet, pra të përjashtohet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Ndërkohë që në krahun tjetër kemi garën në fakt pa garë ose pa rival në Partinë Demokratike, e cila do të finalizohet pra në 23 maj. Sot Komisioni i Organizimit në Partinë Demokratike ka përjashtuar pra nga gara, duke mos i thirrsuar pra brenda standardeve të statutit, dy garues që në fakt tingëlluan emrat pa njohur, Merem Mesela dhe Vladimir Mulaj,
të cilët paraqiten pra depozituan dje deri në orën 12, mos gaboj që ishte edhe fati kohor për të dorëzuar kandidaturat, pra kandidaturat e tyre për të qenë pra pjesë e garës. Në ky moment, zoti Berisha është kandidati i vetëm në këto zgjedhje që synon të marrë sërish pra kreun e Partisë Demokratike. Gjergje, si i konsideron pra në një përmbledhje të përgjithshme këto dy momente në dy partitë kryesore të vendit? Shiko, unë do kisha një qasje pak ndryshe. Si gjithmonë qasjen e kam ndryshe, gjithmonë të kuptojmë çfarë. Ideja ashtu që thatë që çfarë po ndodh në dy kampet politike ose çfarë po ndodh politik. Asgjë s'po ndodh. Për mua s'po ndodh asgjë, po trazohen ujërat se duhet të trazohen ujërat. Në momentin që kemi një parti socialiste që në muajin shkurt shkarkon gjysmën e qeverisë dhe vendos sa të tjerë, normale edhe Partia Demokratike duhet bëj diçka për që u trazuar ujë. Unë besoj që të dyja partitë, si Partia Socialiste, si Partia Demokratike, janë peng të liderave. Dhe të dyja partitë janë aq hermetike, sa që nuk kanë asnjë ndryshim nga njëra tjetra, në secila në mënyrën e vet, si Partia Socialiste, si Partia Demokratike. Të dyja partitë funksionojnë si grupe paralimitare. Flet lideri, fillojnë pastaj të dy ushtarët fillojnë të flasin. Po paramilitare ke parasysh pra në mënyrën e organizimit. Mënyrën e organizimit. Të dyja partitë funksionojnë në grupe paralimitare për të kundërshtuar zëret kundër. Po të shikosh si Partia Socialiste, si Partia Demokratike, që të dyja këto parti e kanë luftën me zërat kundër, nuk janë në luftë me njëra tjetrën. As Partia Demokratike me Partinë Socialiste dhe as Partia Socialiste me Partinë Demokratike. Nëse duhet bëjmë një analizë. Zoti Berisha e ka thënë që në dhjetor të 2025 është për Saliani që nuk do kandidojë, është i vetë përjashtuar. E ka thënë për Kokalarin, e ka bërë të qartë mendimin e tij që 6 muaj përpara. E njëjta situatë është që Berisha e mban peng partitë duke bërë zgjedhje qoftë edhe i vetëm. Në të njëjtën situatë jemi dhe me Partinë Socialiste që zoti Rama e mban peng partitë duke mos bërë zgjedhje fare, duke justifikuar me faktin që unë fitoj zgjedhje dhe nuk mund të bëj zgjedhje për kryetar të Partisë Socialiste. Ti mund të fitosh zgjedhjet, por zgjedhjet për kryetar do t'i bësh sepse mund dal një lider i ri. I referohet statutit. Statuti e përcakton. Po statuti e përcakton. Nuk e limiton pra. Shiko, po ti futemi statutit, në të dyja statutet, unë nuk e kam parasysh shumë Partisë Socialiste, por po flas për të Partisë Demokratike, sipas statutit zoti Berisha nuk duhet kandidonte sipas Nenit Basha. Një nen që ai ka vendosur vetë në dhjetor të 2021-shit në kuvendin e 18 dhjetorit, mos gabohem. Dhe në qoftë se i referohemi çdo gjëje, zonja Kokalari është një nga themeluesit e rithemelimit, sepse ka firmosur në kuvend dhe duhet automatikisht që të kandidojë për kryetare. Unë mendoj që Berisha po bën një gjë të gabuar duke mos futur asnjë garë. Unë do isha që ai të fuste të gjithë në proces, ta hapte garën, por është ajo që unë thash që këta i duan parti të mbyllura. Gjithsecili në mënyrën e tij. Po të bëjmë një analizë si Partinë Socialiste, si Demokratike, janë të dyja parti hermetike. Çfarë do të thotë hermetike? Zoti Berisha vendos vetë, nuk del sekretari i përgjithshëm, nuk mbledh kryesinë e Partisë Demokratike dhe thotë, këta nuk mund të kandidojnë, 1, 2, 3 arsye jep zoti Berisha. Ti mund të dalësh që të flasësh, pasi ti ke mbledh, po, që ti sepse je vetë kandidat. Ti mund të dalësh të flasën pasi ti ke mbledh kryesinë, kryesia ka vendosur dhe do dalë ose sekretari i përgjithshëm, ose sekretari organizativ, ose grupi punës që ti ke ngritur për këtë gjë, po jo ti vetë. Tjetra, ngrihet zoti Rama, mbledh asamblen një ditë të bukur, një të shtunë pasi e vendos, dhe brenda asambles shkarkon gjysmën e qeverisë, vendos 8 të tjerë ministra dhe të gjithë ministrat e marrin vesh aty në asamble që do bëjnë ministra. Jemi në një njëjtë situatë në të dyja partitë. Dhe unë besoj që të dyja partitë ja pengi liderave. Tani, si ndryshojnë këto dy parti dhe si hapen këto dy parti? Këto dy parti nuk hapen dot nga zërat kundër brenda vetes. Në asnjë mënyrë, nuk i lënë ata zërat kundër. Sepse ata i kanë të gjitha, kanë grupet paralimitare. Jo, më lër ta mbaroj. Në një moment të mëvonë, sepse është temë vete, do mbasi ai. Atëherë, që të dyja këto parti, të dy këta lider janë në sintoni të plot për të mbajtur peng partinë, duke mbajtur peng partinë, mbajnë peng shoqërinë dhe mbajnë peng Shqipërinë. Kështu vazhdon historia e pengut. Dhe nuk mendoj, jam absolutisht nuk kam asnjë fije shpresë që qoftë zërat kundër në Partinë Socialiste, qoftë zërat kundër në Partinë Demokratike, mund ta krijojnë këtë ndryshim. Unë kam, ne bashkë kemi në studio që ulemi dhe diskutojmë të paktën mbi 3-4 vite.
Aja u kam thënë 2021 që në 21-shin, kur kanë pasur dhe problemet e brendshme të Partisë Demokratike, dhe unë isha shumë e bindur, pavarësisht që zoti Berisha ka të pjesën e tij në historinë politike shqiptare, unë isha i bindur që duhej një figurë e re, një frymë e re, një diçka e re për ta prur dikë në pushtet. Dhe ne jemi sot përsëri, unë kur zoti Berisha ka qenë politik, unë kam qenë në 91-shin 13 vjeç, 12 vjeç, datin e 79, unë sot jam 47 dhe prap kemi njëtin lider. Ai lider mund të rinë parti. Mund të rinë në këshillin mbikëqyrë, në atë bordin e këshilluesve dhe mund të gjej dikë. Dhe unë e kam shprehur dhe në emisionet tjera dhe kam thënë, a ka mundësi që Partia Demokratike ta nxjerrë kryeministrin e vet që sot. Kryeministri do jetë Klajdi dhe e gjithë partia të vihet në funksion të Klajdit në mënyrë që të bëhemi gati për zgjedhjet e 2029. Kështu funksionon një parti e hapur. Mundi? Jemi në të njëjtën atmosferë. Më duket të ndryshova mendimin. Jo, s'kisha si mendim. Më bëj pyetjen çik. Pyetja ishte ajo që i bëra. Po. Pra ç'po ndodh? Ç'po ndodh në dy partitë? Në dy partitë. Në fakt, qëndron kjo pyetje, pra ç'po ndodh? Duket sigur. Do e nisja ashtu siç e nisi Qeri. Gjitha praktikisht nuk po ndodh asgjë. Tek PD-ja nuk ka ç'të ndodh. Sepse unë kam sa herë më thereti mua më shpifet vetja. Kur më theret edhe më pyet po në PD ç'a bëhet. Se kam ja 10 vjet i them. Thot po PD të Fierit. Po s'di që fare ç'po në PD të Fierit. Po vërtet e ka. Edhe në PS-n e Fierit ka pas në PS. lëvizje, ka pas edhe në Partinë Socialiste të Fierit. Në PS bën lëvizje ka pasur lëvizje goxha interesante edhe në ditët e fundit. Po shkarkime, riemërime, shkarkohet kryetare e Këshillit Bashkiak. Është një figurat. Po ç'a figura? Po gruaja mirë i futi të qarë aty ajo dhe pastaj dhe rrof partia. Dhe të tapi barkun. Partia ime domosdoshmë. Që më dënon partia ime. Po ik më ai tjetri që kishim aty zyrën gojë. Jemi mirë se nuk po pushkatohet njeri. Ky mendon se mund të pushkatohen njerëz sot? Që thot, jo më mirë jemi thot. Po shkarkohen s'po pushkatohen. Të merret çme PD-n. Mos më pyet më për PD-n mua. Sa të jetë gjallë Saliu, ajo është shtëpia, ndërmarrja, makina e Saliut. Ka është mbyllur ajo histori. Në fakt ka një gjë të re. Dori një term, meremizimi, pra të japim fund meremizimit. Ju na të tallemi me atë mavrim, po e hëngri ajo atë që s'duhet hante dhe vajti nxori fytyrën. Do të thënë në këto raste unë dua të bëhem serioz, por nuk bëhem dot, dhe them shqyr që jam në Shqipëri që zbavitem me këto gjëra. Duken si gomarrëqje, po kjo është zbavitje e shëndosh e qesh me gjithë shpirt. Nëse ca njerëz tentojnë të bëjnë humor, edhe ti të paguash për të parë humorin e tyre, ky është një humor i shëndetshëm dhe falas. Na mbrim falas shqyr Zotit. Merremja një nga këto aktorët, nuk e di ku i gjejnë më. Nuk e di çka konkursi. Harron të qenë. Pra ti nuk e di çka konkursi bëhet për këto, po të jetë ndonjë vajzë e re që është do të afirmohet të gjejë një çare të futet e të njëjtet mirë. Kto ka 70 vjeç. Ishte Alessia Balliu një nga ato që tentoi. Po mirë atë Balliun e falun domethënë. Pse e fal? Pse e fal atë? E fal se është e re mo. E fal se është e re. Tani kjo plaka. Po si po kanë njerëz shpikta që ti lidhin dale ku po vetë. Kan fëmijë këta apo s'ka? Me atë. Po jo, serioze kjo që po them tani. Tani po do që të bëjmë serioz është kjo. Ka njerëz në shtëpi këta njerëz që dalin këtu, fëmijë të afër. Se ne qeshim të gjithë, i bie qeshim gjithë Shqipëria, vetëm ata të shtëpisë nuk qeshin. Po ata pse s'qeshin? Mos më keq ata. Mos më keq ata. Do më thonë të ashtu. Do të censuroj. Jo. Unë jam duke mbrojtur. U keq kuptuan ata. Jam duke mbrojtur. Në qoftë se ajo do ishte nëna ime, motra ime, stop të keqen. Mos më turpro, ri në shtëpi. Kaq. Kjo është PD-ja. Mos më pyet më për PD-n, se iku. Tani Salianin. Kemi Salianin, i cili vazhdon. Për Salianin të thash herën tjetër, unë tash se unë duke sikur bëj humor, po jemi në një moment pra i është mohuar. Për Salianin thashur, sikur mos kish mbjell flok, do ta merja seriozisht, por ai më hoqi dhe lezetin e burgut mua. Se nuk marr dot burgun seriozisht tani unë. Pe vetëm burg mbjell flok. Po ti shkel me institucionet, po ç'është ky burg më ku mbillen flok? Ai tjetri del atje i transformuar krejt. Dhe ne fillojmë të arsyetojmë dhe të trembemi. E themi, shiko, ne duhet sillemi mirë.
Duhet mos shkelim ligjin se shko në burg dhe bëhesh si ai xhaxhi atje. Po do t'i themi fëmijëve. Vetes që kemi thënë, për tani t'ia themi dhe fëmijëve. Se mos vete në burg, se mos vjet, se mos vret, se mos shtype makinë. Atë që kalon vijat e bardha, se bëhesh si ai xhaxhi atje, për i lirë metër. Dhe ai është burgu, ai duhet jetë burgu. Tani ku jetë në burg, tullac, e del me flok. Qa ti themi ne, mos shkon në burg se të mbjellin flok, këtu bje serioziteti ati djalit e lulla dhe me ato. Jo, po, thot dhe ato që e mban më kur të erdha për vizit, që do bëna leje nga burgu dhe o takuam? Ti lem ato. Je dakord, ti meri me të qeshur këto, po janë serioze. Vim tek Saliu. Saliu e ka mbyllur atë punë. Para e djemë duket, pash një djalë që postojnë gjithë entuziazëm në Facebook, që më në fundu ha partia. Edhe në mëronja 5 emra, mund të ketë qenë e partijeshme, që kishin dalë, edhe më në fundu hap. Po tha që bëri vaki. Pasaj doli me Remja, tha që s'ka bërë vaki asgjë mi rregull. Sot iku dhe me Remja dhe jemi aty ku duhet. Në rregull, nuk mund të ndodha asgjë. Ajo është kalcifikuar, ajo është dekompozuar, ajo ka emrin po për Partinë Socialiste. Se na griven edhe. Pra, la pjesën e parë, la pjesën e parë. Ore, halli ishte tek ai që ishte në opozitë, ma vrija që po a barë, që i tha jo, se këta s'po hanë barë, këta po hanë bukë. Ajo që qau e fjerit, qau kota jo. E grua profesioniste e mirë, e kishin zgjedhur atje, mirë bën se është vërtet i grua me vlera, e hoqen për arsye lojra se janë ato që. Ai djali që u zgjodhi shoku im, miku im, tha do punoj më mirë, unë nuk e di pse është punuar keq dhe çfarë do bësh më mirë. Këshilli bashkiak. Por unë merrem me pjesën e jashtme të problemit, se brëndësinë e dim gjithë. Edhe s'më vjen mirë kur një njeri i qan, është në pushtet, ikën ande e mbrim te Froku. Froku në një pikë pamje e thjeshtoi problemin dhe tha, këta janë të pakënaqurit. Për një lloj taktike, herën tjetër këtë kam thënë dhe unë. Që jo për omerta, por Spiro Pali nuk është e mbritur para një viti në Partinë Socialiste, erdhi nga një përvoj, nga një periudhë jo e nivelit lartë, shkoi ministre dhe aty pa se kishte gjëra që nuk shkonin. Dhe e hiqte Rama, apo se hiqte Rama, ajo kishte akumuluar për një vit, ato gjëra që i nxori tash. Pra pas se funksionon të keq jeta në parti, qeverisja, mënyra se si përgjitheshin njerëzit drejtimet e tjerë, si vjeshin drejtorët në çdo nivel dhe plasje aty. Në gjetja të momentit ku ishte e falur. Ka 13 vjet Elisa. Për 13 vjet ke akumuluar, ke parë gjithë të këqijat që mund të ketë një defektet, që mund të ketë një pushtet. Pse tashti? Sepse u hoqe. Të pakën dilë bëjmë mea culpa për ne meskinët, që të themi, o fol, si të betimi i atyre që martohen, ç'ke për të thënë thuaj tani, ose gëlltiti. Jo, si jemi atje. Unë do flasë kur të më vi dhe kur të shofë, më falë që këta mbaroj. Se unë e thash herën tjetër këtë që Elisa ka ardhur nga Erion Veliaj, Froku ma konfirmoj, shtoj dhe Gjafën, të dali grup armiqësor tani, si pas Froku, të e thaj. Në fakt u përmendën në një... Dhe pasaj, mbasi hiqen, thot ai, mbasi hiqen, fajin e ka qytetari që i ka zgjedhur. Froku ka shumë e dashuron Ramën, sa nuk guxon thot që gaboj Rama me Elisën. Gaboj Rama me Benametajn. Qytetari, ai Maskaraj, jo më... Nuk e bën me Benametajn zëvendës kryeministër, as ministër. As Spiro Palin, as Beqen, as atë. Si more thot Froku tani, se me Frokun do merrem mu, se të dhash shënjë ty që ti futesha, po ti s'bëre bel fare. Ata një marrëveshje sot. Po ç'a marrëveshje tash? Tani unë po flas këtu, tani të them ty më kundërshto, edhe këti e kujdo. Të futet dhe thot, o mondi e ke gabim, o mondi nuk je i ndershëm. Politika vjen te pyetja. A mund politika të bashkëtoj me moralin? Kjo është. Në Shqipëri. Jemi në mungesën e moralit në politikë. Elisa tregon atë. Rama po e tregon dhe atë. Elisa fshie Rama. Përpara se të thuash pse e hoqe, duhet na thuash pse e vure. Elisa dhe këto tjetër. Po do që t'jemi të ndershëm. T'japim moral, t'japim përgjigje dhe Frokut, që thot këta vinë njerëz të pangrën, jo në kuptimin e bukës, po të etur për
për të gjvatur, të edukuar keq, thot Froku, formim i munguar kultural, familjar e tjerë. Po kush i zgjodhi ata më? E more një ti, e more këta ti. Si shte i veshur mirë, erdi, u vesh mirë, hëngri, bas një viti, ky vazhdon të shqyë i të haj e tjerë, po kontrolloje këtë më. Pse po ha kaj shumë ky? Në kuptimin po gjvat. Edhe thire ti se ke vartës. Nuk e thrasim në Spiropalin më. Edhe Benameta, ti theme, ku veni ju më? E detyre Ramës më. E ati do i pas Ramës, e ati tjetëri që është për balë Ramës, Berishës e të tjerve. Pra jemi të pyetja. Dhe që du t'japim i përgjigje, se të tjerat janë dëngla. A mund të bashkë egzistoj politika me moralin? Dy janë modelet e filozofisë, është filozofike e pyetja. Njëri model është Machiavelli, i cili e gjveshi politikën nga morali. Mjafton t'i lexosh atë libra. Ai rekomandon që mos ki moral. Mos shku, mos bëj të drejtën, bëj të pa drejtën në interes të pushtetit. Mos thirr të mirin, thirr të ligun, se i ligu ka ca virtyte, në thojza që i duen princit, që të shfrytëzoj. Ky është njëri model. Ky është modeli që po zbëton. Modeli tjetër është ai i Immanuel Kantit, që thotë se politika duhet ketë moral. Edhe unë jam me të dytën. Se në qoftë se i heqi moralin, bëhet komplet kurvë politika. E kurva një zonjë është dhe ajo. Në mënyrën e vetë. Në mënyrën e vetë një zonjë është edhe ajo. Po nuk është zonja perfekte. Duhet kërkojmë diçka tjetër. Dhe Rama, Saliu e kushdo tjetër duhet të zgjidhin. Për çfarë do ta sjellim në pushtet këtë partinë tonë? Se para 13 vjetësh i shptoj atje, tha ne nuk do vjedhim si këta, ai e tha kështu i shkreti. Ai e tha dikush tjetër. Jo Rama, më thash ai që e tha domethënë. Nga që përmendë pak më parë, më lart emrin e Ramës. Jo. Po jo se sakt. Rama se çfarë do bënte Rama, e dinte Rama, si shptojnë Ramës nuk i shptojnë fjalë më. Se i ka mendime të qarta dhe fjalët të matura. Po artikulimi aty tjetër që thotë ishte padashje, nuk se ishte në padashje i nxjerrim të vërtetë atë. Po ishte i sinqert, kishte një moment sinqeriteti. Kur përpara kamerës. Kur kim për sinqeritet nxjerrim të vërtetë, padashje na dalin. Pra dua të them që me dashamirësinë më të madhe ndaj të gjithëve, ndaj pushtetit, se është pjesa ime pushtetit, ndaj opozitës, se janë shokët e mi në opozitë. Ky vend duhet të shtensionohet, po nuk shtensionohet dot nëse nuk i fut një moral problemit. Për të gasmuar këtu edhe pak para se të kalojmë tek Klajti. Në këndvështrimin tënd qëndrojnë problemet që ngre Spiropali? Po di Spiropali, unë jam në pushtet. Unë jam visok. Isha dezhurën sot natë më atje, jam pa gjumë, jo nuk kam kohë. Unë ti qa shkon keq të kompania ime. Spiropali në qoftë se ta shi vini dhe emrin manifest ju të shkatroni. Në thojza, ishe në thojza. Manifesti i Partisë Komuniste. Atëre, minimumi që duhet bëj Spiropali edhe ata qive në mbrapa. Kushdo qoftë në ata. Në mënyra shumë të thjeshta, të tregojnë çfarë kanë vënë re me sytë e tyre, e të thonë emra. Nuk na pëlqen filan koleg mo. E ti thonë Ramës mo. Se Rama po ja kërkon këta atyre. Ma thoni, a që thëtë Frokun confidence, Rama i ka thonë, po qëse ju këshu dilni para publikut. Cila është mënyra e dalit para publikut? Në fund Rama do thotë, kur të vinë zgjedhjet parti, konkuronin. Do bëjë si Sala. Do vinë zgjedhjet e tjera, po qëse unë fitova ju humba. Ti lëm këto. Morali kërkon këtë. Një diskutim në parti. Këta të ke guximin, ti thonë Ramës, çfarë ka bërë gabim? Por kam frikë se aty të dalë dhe thotë Rama, unë kam gabuar dhe që të bërë aty, moj vajzë. Gabimi imi i parë je ti. Se e thotë që si bëhen njerëzit drejtor. Ja shu si u bërë ti, moj vajzë. Ko të bërë ti, ko të bëhen dhe ata. Të mos harrojmë se Zëja Spiropali ka qenë drejtuese e forumit, drejtuesja më e lartë e forumit rinor. Normalisht për shkak të pozicionit politik që ka pasur, ka vazhduar dhe karrierën. Nes po na bëjnë derman forumet e pleqve të urtë, do na bëjnë derman forumet e rinorëve. Dhe përgjigje asaj që Jo, si u bëre drejtoresh mo xhan. të shtoj diçka që është më U për herë të parë u bëra drejtor në 50 vjeç. Këta u bën drejtor 20 vjeç. shtoj diçka Ta s'kishin një ditë pune në asnjë vend. U bën ministra, duke filluar nga Padeli Majko, nga
Ilir Meta, Mavria që 29 vjeç ishin ka respektivisht 29 dy vjeç. kur u bën kryeministër dhe zëvendës Ka kryeministër. dhe unë jam bërë dhe 25 vjeç drejtor, kështu që drejtori kujt u bëre? bankë privat. I bankës private. Po flasim për drejtor shteti se ajo me shtetin e ka. Atë diçka unë për pjesën e Mund të shtosh çfarë duhet. Se po i marrim të drejtën Ha, se unë barova, ka që kisha. ata e kemi më vete këtë zërat kundër, atë nuk sjellin. Një 10 sekond do thoja diçka që pse nuk e besoj të zëri kundër i Spiropalit, se më erdhi diçka nga që po fliste Mondi dhe më erdhi. O ka pas zë kundër më të fort besoj unë që fliste edhe në parlament se sa Ben Blushi, unë nuk besoj se ka pas në këto 13 vjet. E godiste shumë, pavarësi gjërave në rrogos, Edhe i artikuluar. i artikuluar e godiste efektimet e tij për Ramën ishin shumë të forta në këtë periudhë gjitha. Ku vajtën? Me informacione që ne kemi, arritën një gjysmë dilli, u qetësuan, bën ato pjesë të tyre. Unë besoj që Punë morale, si thash? Bravo. Unë besoj që edhe Spiropali po kërkon që të arrijë diçka për veten e saj, sepse nuk është se doli kundër. E citova atë. Nuk është se ajo doli si një lloj nuk është se doli kundër kur ishte ministre, kur ishte kryetare e parlamentit, doli kundër aty dhe mund ta besonim zërin kundër kur ishte në pushtet. Po ajo doli kundër ditën e parë që ajo u largua. Unë besoj atë që dorëheqje. Unë zërat kundër për shembull, si te Partia Socialiste, si te Partia Demokratike flasim, jam me ata që dalin zërat kundër dhe vën për plasën brenda institucionit. Pse? Zonja Spiropali është antare kryesie, mos gabojmë, nuk e di sa i sakt jam. Edhe të tjerët në Partinë Demokratike janë antar kryesie, janë diçka në parti. Nuk kanë pse të dalin tani të bëjnë llapa në çdo televizion, kur ti mund bësh një kërkesë të mblidhet kryesia, të diskutosh, filloj një luftën brenda. Dhe në qoftë se ti pastaj luftën brenda nuk e fiton, të përjashtojnë, të godasin, pastaj filloj artikulojnë në mënyrë, mendoj. Atëre, vim natyrshëm tek Unë flas, shiko, Klajdi, unë flas për të dyja partitë, nuk flas për të dyja partitë janë duhet bërë lufta brenda. Shiko, këtu Nuk është e moralshme që pasi unë iki nga pushteti, dalte gardi dhe filloi godas me gur, pse unë s'jam më ministër, s'jam më drejtor, s'jam më kryetar parlamenti apo diçka tjetër. mund të ketë një arsye pse po nxiton në këtë mënyrë. Po në këtë moment ne nuk themi dot gjë. Sepse përtej paragjykimeve tona ndaj veprimeve të Spiropalit apo qortimeve që ne kemi për atë, aty mund të ketë sa të vërteta që i di vetëm ajo. Dhe Rama, arsye të vërteta, pra ajo nuk është një fëmijë i përkëdhelur që i hoqen pastën nga dora, por është një njeri i rritur që ka vërtet ca arsye të forta për të kritikuar Ramën dhe ka ca shtysa të forta që nuk duhen neglizhuar sepse mund të ekzistojnë. Derisa të dali e vërteta, jo e grupit armiqësor që tha ai, po e ca arsyeve të forta që e shtyn Spiropalin të nxitoj, të godasi dhe të godas në këtë mënyrë, ne s'mund të themi përveç se të bëjmë hamendje. Atëherë dëgjojmë Klajdin, po Klajdi. Është e vërtetë që zonja Spiropali në episode të shkëputura ka shfaqur momente rebelimi apo mos pajtimi në mënyrën e drejtimit të Partisë Socialiste dhe duke u agravuar dhe duke forcuar më shumë këto zëra ditët e fundit, ku jemi i njohur dhe me mbledhjen e fundit të kryesisë dhe asamblesë të grupit parlamentar më saktë, po dhe një diskutim i iniciuar nga vetë kryetari dhe kryeministri i Shqipërisë kundër duke atakuar zonjën Spiropali, nuk ju dha e drejta e replikës apo për të mbrojtur idenë dhe kundërshtimet e saj. Pra për të shprehur veten e saj. Por ajo që më ka rënë në sy mua në momentin kur zonja Spiropali shprehu qartë qëndrimet e saj, unë vrejta në mediume të ndryshme, vrejta një lloj atakimi ndaj qëndrimit të zonjës Spiropali, ku shumë element, shumë personazhe të ndryshëm, si dhe zoti Çupi pak më parë, që atakojnë, ajo po i shfaq këto pakënaqësi tani që ikun nga ministre. Por ne nuk mund ta paragjykojmë dhe as nuk mund ta gjykojmë zonjën Spiropali pse i shpreh tani pakënaqësitë e saj. Ne nuk e dim se çfarë mund të ketë bërë ajo në heshtje, luftën e saj që mund të ketë bërë në diskutime me kolegët e saj apo me qoftë me kryetarin e partisë. Dhe vjen një moment që njeriu krijon atë maturinë e tij, pjekurinë e tij, por
gjen edhe kushtet për të shprehur dhe mendimin e tij. Jo vetëm kaq, por në ndjenin time nuk mendoj se e ka zonja Spropali shkon në prizmin e ngushtë, pse iku nga ministri, pra nga një pozicion ekzekutiv, por në atë që kam informacion, më shumë e kam me pjesën me mënyrën se si iku, me arsye pse u largua qoftë zonja Spropali, po kryesisht zonja Spropali, sepse ministrat e tjerë janë në ndjenin time janë përfolur dhe janë në hetim nga organet. Atëherë Klajdi, nëse mund të pyes. Për ta konkretizuar pasaj kalojmë. E ke njohur nga afër sepse ke qenë kryetari patjetër nga bashkëpunëtorët e mi. Përveç se pasaj ke qenë një nga figurat, besoj se audienca pra televizionistët të njohin pa diskutim për CV-n tënd dhe pra për rrugtimin tënd në Partinë Socialiste dhe për faktin që ke mbajtur edhe një post drejtues në një nga institucionet e rëndësishme në qytet. Ashtu si kundër ke qenë edhe kandidat për të drejtuar të forcë politike pra për Vlorën në mos gaboj në 2022-shin, 2022 jam i saktë sepse kemi qenë në studio së bashku para gjatë fushatës për zgjedhje për zgjedhjet në krye të Partisë Socialiste të Vlorës. Pra, e ke njohur nga afër në linjë kur ke qenë kryetari i Freshit dhe ajo ka qenë mos gaboj po ajo ka qenë kryetare e Freshit e Forumit Eurosocialist të Shqipërisë. Patjetër kam punuar me të në gati 4 vite. Ajo kryetare e Forumit dhe unë kryetar për bashkinë apo rrethin e Vlorës në atë kohë. Dhe e njoh shumë mirë mënyrën se si punon. E njoh dhe për parimet. Cila periudhë ka qenë? Bëhet fjalë për periudhën 2012 deri në kur la mandatin. Pra edhe kur keni qenë në opozit, po? Po, kur kemi qenë në opozit, patjetër. Pjesa më e madhe e aktivitetit në forum të zonës Spropali ka qenë periudhën kur PS-ja ka qenë në opozit. Më tej vazhdoi me funksione tjera ekzekutive, si drejtoresh përgjithshme doganave, më tej kryetare parlamenti apo ministre dhe shumë e radhë. Dhe duhet të rikthesha sërish. Pra, shumë pjesë e madhe po ja takojmë pse shpreh këto pak kënaqësi, pra këto qëndrime në këtë moment. Atëherë i bie me këtë logjikë që ne sot nuk do të kishim larguar komunizmin për sa kohë, pse nuk e larguam 45 vjet më parë dhe pse e larguam në 90-ën. Ja, komunizmi se largoje doti se të priste kokën komunizmi. Po të lapje. Nuk mund t'i shkon, nuk dua t'i futem në jo, po me që e the. Jo, po mund të thoshi pse s'u lufton në 50-ën, 60-ën. Jo, nuk luftoje dot. Jo, nuk luftoje dot. Komunizmi nuk e luftoje dot se të priste kokën. Demokracia nuk të pret kokën të heq nga puna. Ta them unë. Po nuk ka torturë më të madhe se Salitari Bukës, Jo, tortura më e madhe është të të fusin burg, të kalbin atje, të ngren nga shtëpia. Të çojnë atje ku internoheshin ata që internoheshin. Jo, po ti bëjmë krahasime, se më fal po. Lezeti kështu e ka kjo punë, se jemi mes burrash. Pra, unë qortova Frokun se tha aty që sot nuk pushkatohen njerëz. Frokut mund t'i ketë ngelur ora atje, bën TV turp që thotë sot nuk pushkatohen njerëz. Pushkatimi është krim në çdo rast. Tani po ta them ty, me dashamirësinë më të madhe. Në fakt e nisa, më falë, po nuk ka gjë, ma bëni halal. Do pyesja, ke ndonjë ide se cilat janë arsyet zyrtare apo jo zyrtare të shkarkimit të Spiropalit? Nuk mund të flas në përgjithësi sepse jemi më shumë në kuadrin e informacioneve që jo zyrtare, ka folur dikuare për shembull. Për këtë nuk jemi të sigur, sepse qarkullon ky informacion, po për këtë nuk jemi të sigur, pra ne nuk e dim. Po pra, në momentin që Rama i thotë që më bën ato çarçafët atje apo llafte ambasadorët e merret vesh se cila është. Çarçafi i fundit ishte më i madh se çarçafi një informacion që ka ardhur shkarkimi i Spiropalit, që unë e kam zyrtar, mund ta dini dhe juve, është takimi që Spiropali ka pasur me Albin Kurtin. Për çfarë ishte ky takim? Në takimin që ka pasur si ministre jashtme përpara se të shkarkojë me Albin Kurtin, flitet që i ka dhënë informacion Albini që Vjosa Osmani bashkë me kryeministri Rama po lobojnë kundër teje në Amerikë për të shpallur në ngrata. Froku tha diçka. Mbase i shkallë dhe Frokut, kur tha që shkon ajo atje dhe thot Rama është i lodhur, tha Froku. Mund të jenë edhe këto gjëra. Nuk është vetëm zonja Spiropali, sepse ne kemi zotin Braçe, i cili
Atë se besoj, unë më shumë besoj Spiropalin që e ka realist se sa Braçen. Zoti Më Braçe shumë ka besoj shprehur Spiropalin më se parë sa. në periudhat më të pashme në një mënyrë më të moderuar dhe ndoshta edhe qëndrimi i tij për qenë kandidat për Bashkinë e Tiranës për Partinë Po, mund të jetë në vazhdon e kësaj. Mund të jetë në bazë në vazhdon e kësaj të frymës që mund të jetë krijuar në rrethet më të larta apo forumet më të larta të Partisë Socialiste. Ja u them unë tani si hapen partit. Është më moderuar pjesa e zotit Braçe, sepse në një farë mënyre e ka imponuar në thonjza deri diku dhe kryetarin e partisë që t'i shkoj asaj strategjisë të tij, pra që kandidatët të kalojnë nëpërmjet zgjedhjes së forume dhe jo siç e shpreh vërtet zoti Braçe dhe ku më jap shumë drejt që është kthyer partia si një tabel ku shpallet njoftim kush do të jetë kryetari i partisë, kush do të jetë kandidat për kryetar bashkie apo për deputet. Ndërkohë që anashkalohet dhe Nuk bëhen primare, po them. Jo vetëm primare, po asgjë pra nuk merret, nuk diskutohet, ka kohë që në forumet e Partisë Socialiste ka humbur mendimi kritik, diskutimi. Që thotë në këndvështrimin tënd, Klajdi, ato probleme që ngre zonja Spiropali qëndrojnë në Patjetër që qëndrojnë me të madhe këto. Qëndrojnë me Dhe të madhe. madje jo vetëm te PS-ja, po qëndrojnë i marrësh Këta thua ta relativizojnë të ta ulin nivelin duke thënë se pse po shpreh tani dhe jo, por ne duhet të kemi të a qëndrojnë apo jo problemet, shqetësimet që kanë ngritur, po qëndrojnë me të madhe. Klajdi. Atëherë i takon zonjës Spiropali të jetë promotore e kësaj apo jo, pak rëndësi ka, mjafton që të preken këto probleme dhe pse jo të diskutohet dhe të jepen zgjidhje nëse ka nevojë. Tani pse Debati është i mirë në çdo rast. Ti the një gjë që nuk ka torturë më të madhe se elitari i Bugës dhe problemi është që këtë metaforën e Bugës e kemi që nga ky fshesa Xhiu poshtë, që duhet të duar trokasi në Facebook, atë që ka futur në punë, e deri te ministri, që me Buk, në rastin e ministrit, konsiderojmë karrigen ku ai është urur, që i sjellë më të mira, dhe jemi të gjithë Buka. Dhe kjo është, nuk është se jemi një shoqëri mafioze, ose po e konsiderojmë thyerje omertaje, faktin që i doli kundër shefit të bandës, doli një pentito, dhe në mënyrë figurative Spiropali tani është si një pentito që doli, dhe ne mafiozët poshtë i themi turp të keq që tradhtove kapon, por nuk jemi këtu. E keqja është që për ne që mendojmë, për e shqiptarët sidomos, që e mendojmë pushtetin të lidhur me Bukën, me interesin personal, sillemi njësoj, pra si fshesa Xhiu, po ta heqësh nga puna, ti e ke futur punë, o që nga puna, për si më oqe më qënë, thot ai. Po si më oqe, po mirë, unë të futa, unë të oqe, se nuk e fshive mi rrugën. Në një tjetër mënyrë sillet dhe ministri. Ai e vuri ministër. Këtë, sa po e heq, kjo t'i gëllon keq. Momenti kur zgjedh, po bëje qik zëmrën të fortë, trurin më inteligent, dhe bëje një dorëheqje. Të themi, pasi more atë dekoratën nga Zelua që ishte apogeu i karrierës të dhe more dekoratën dhe thë Rama. Unë do iki qik tani. Pse do iki? Po do iki, më dekoratë më të madhe jetë time se kjo e Zelua së këmarë. Je një arsye e kopë. Dhe në momenti që i ikën, godit e Ramën sa të duash. Për televizikusit. E din gjithë Zelua tani u dekorua nga presidenti i Ukrainës Zelenski. Ky është problemi. Më të lartë. Po më i lartë i fare, s'ka ku të vej më. Pra ky është një problem teknik, po që ka një moral brenda. Dhe prandaj do t'i kthehem sa herë të dua, sa herë të mundem problemit. A bashkëton dot politika me moralin? Perfekte nuk mund të jetë, se politika është pushtet, pushteti s'mund të jetë moral, pushteti bën gjëra që shpeshherë shkojnë krejt kundër moralit, se ka arsye madhore pushteti. Ne si kuptojmë asnjëherë, kush nuk ka qenë në pushtet, si puna ime, por ju nuk e di, nuk i kupton dot. Ose nuk i kupton dot me njëherë lojrat e pushtetit dhe arsyet pse bëhen, se ka arsye shumë të forta pushteti, që dalin për te moralit të individit dhe për te moralit të shoqërisë ndonjëherë. Por aman, individi, por ai sa ka në dorë, duhet t'i injektoj qik moral vetes. Po që se do të ndërmarrin gjithë madhe. Dhe këtu vim, Spiropali është nisur të bëj një kryqëzat të fort,
apo është nisur të thot ca fjalë që për t'i thënë Ramës, më falë, të kam dhjerë munat karike, x të dua. Në qoftë se është nisur për një kryqëzat, kryqëzatës duhet japi morali. Dhe morali jebe duke thënë, edhe me mua ka gabuar Rama, edhe me kolegë të mi ka gabuar, duke i ngritur më shumë se sa dikush tjetër. Lajt qik shpirti, për para se të nisesh në luftë. Se do vdesësh një ditë e do themi në vdiq, kështu. Pa bërë një heroizëm. Një qasje tjetër që ato problematika që thot Spiropali për shembull janë që kanë ekzistuar, nuk është se dolën sot në Parti Socialiste. Ato kanë ekzistuar sa ka bota që ekziston, ekzistojnë të pushteti ato dy fshehtë. Nëse ato problematika kanë ekzistuar, faji është i leadershipit. Pa diskutim. Tani, unë kam pse thash frokut atë më? E ka faj qytetarit të të iqë, nuk i zgjodhi mirë. Jo, unë kam parë për marrë një rast për shembull që Zoti Rama për shembull doli përpara 2, 3 apo 4 muajsh, i bëri hipotekat, kadastrat, i bëri 2 lek. Po. 2 lek, i bëri të korruptuara, ç'a nuk tha. Kam parë një gjë një të shtunën apo dielën që delta i podcastit i të dielën, para 2 javësh. Po i fortë edhe ti. Para 2 javësh, s'ka që bën. Kam stomak, më mbas stomak. Dhe kam parë një para 2 javësh që tha që hipotekat janë model, nuk ka si hipotekat s'ka korrupsion. Tani. Ka thënë ka vetë pëndësë. Jo, nuk është problemi aty, po problemi është që ka 2 gjëra jo standardeve. Unë po të them që politika shqiptare ose partit do hapen. Nuk them si do hapen se nuk i hapen. Politika shqiptare do vija on track, kur i thonë, në linjën e duhur, nga 2 elementë. Jo nga zërat kundër, sepse në zëra kundër dhe Rama dhe Berisha i mbysin brenda 24 sekondave. I lën të vend deri ku duan ata, deri çfarë u nevojitet dhe pastaj i asimilojnë dhe i çojnë se e kanë të 2 eksperiencën. Ka vetëm 2 jo njerëz, 2 efekte që mund ta ndryshojnë politikën. Politikën flasim rrënjësore. Po. Një është drejtësia spaku, 2 janë vullneti ndërkombëtarëve. Unë besoj që në qoftë se këto 2 nuk bëhen bashkë, të 2 dhe spaku dhe drejtësia dhe vullneti ndërkombëtarëve për ta ndryshuar, kurse nuk mund t'i bashkohen kësaj. Tani do të bëj një pyetje. E vetmja mënyrë që goditjet e tyre mund ta rihapin politikën dhe të bëjnë diçka ndryshe, sepse a ka pasur ndonjëherë vullnet më të madh të ndërkombëtarëve se sa në rastin e aktivizimit të Lulzim Bashës si pasardhët Saliut? Unë besoj që jo. Dhe dështuan. Ndërkombëtarët, si ca ambasador, ishin Shtetet e Bashkuara që nxorën non gratën, aktin e vetëm të madh nga udhëheqësi shqiptar të demokracisë, dhe nxorën për Saliun. Ajo tjetra që erdhi rregulloi dhëmbët këtu doli dhe u tha, do hani bar. S'kishte njeri këtu. Nuk kishte njeri këtu. I huajt i thoshe shqiptarëve do hani bar, po që se nuk bëni periudhën e Rajersonit në fillimet e demokracisë në Shqipëri. Nuk tha do hani bar ajo. Nuk kërcënoi ai. Fillimet si ashtu të tilla ishin. Unë mendoj që edhe për shembull qeveria amerikane ne kemi parë që do bjerë ambasadorin e vet. Një general e gjitha me eksperiencën e duhur. Dhe unë besoj që nëse do dali generali vin momenti, jo, mirë, nuk e dim, ka ardhur momenti që gjërat duhet ndryshojnë dhe mendoj që ka ardhur është mbushur kupa. Dhe kupa nuk është mbushur vetëm nga Partia Socialiste. Kupa është mbushur. Bëj një pyetje, se ti je opozitar. Po them, unë e kam fshirë. Unë ka shumë sa kam të një opozitar, kam frikë që dhe kur vim pushtet do jem prap opozitar. Për të fortë zakon. Për një mistrec opozitar. Problemi është ky. Vërtet duhet të mendojnë shqiptarët se vullneti i huajve do ndryshojë diçka në Shqipëri. Kur jemi çliruar vetë një herë, ma thuaj. Ne gjithmonë na kanë çliruar, kanë ardhur dhe kanë ikur. Erdhën turqit 500 vjet, ikën vetë. I vetmi njeri që donte të bënte shtet ishte Ahmet Zogu, nuk e lanë. Mirë. Ata që vinë italianët ikën vetë, gjermanët ikën vetë. Edhe Roxha ndonjë 50 vjet iku vetë. Ta po ikin vetë. Asnjëherë nuk kemi çliruar. Dëgjoj çikta. Kështu që është normale që ndërkombëtarët do na çlirojnë. Kur erdhi italianët na pushtuan dhe na bën pjesë të mbretërisë së tyre. Edhe që nëse nuk do kishin ndodhur ca gjëra, ne do flisnim sot italisht, siç i tha ai atij që do flisit frëngjisht. Sot jemi në një situatë tjetër. Ne ekonomikisht jemi të pushtuar se na pushton kush të doj. Ne mirëpresim një. Po në momentin që ne kemi 90%, ne kemi importe normal i pushtuar, ti s'bën asgjë.
Po Këtu je i pushtuar. Tashti, në momentin që ne jemi të pushtuar ekonomikisht për shkak të këtyre konjunkturave, që interes ka Amerika, po themi, Trumpi, me generalin që do dërgoj, që ta ndrojnë pushtetin. Dhe këtu me që kujtova Trumpin të shti. A ka kuptim të diskutojmë më ne? Nuk them Trumpi, se ato nuk e ndron Trumpi, është politike jashtë amerikane, është në për libra 50 vjet. vjet. Politikën e jashtë. Pa ja, tani nuk ka lidhje iku Trumpi, erdhi Biden, erdhi këtë. A tham për shembull mirë, ata që janë një mbrapa, sekond, ata që janë erdhi mbrapa. Trumpi do hiqej në ngrap. Po ne jemi vetë fakt që kemi deklaruar dashurinë o burr. Mirë, patjetër më. Ajo është vetëm ndryshimi e di pse do vi, sepse ti je. Po kishim Sorosin ne? Jo, po Sorosit kanë do vi Trumpi, erdhi Trumpi se po Trumpi, po njëri më vjen në emër shqiptar. Shqipëria është Chelsea bashkëjetesës në Ballkan. Dhe ne jemi pjesëza që bëhet puzzle-i, domethënë. Fati zura ngoj Trumpin. Jo, më këtë doj, këtë dush. Një fuqi. Nuk ngjelet hatri për një krijesë pa emër, pa fytyrë. Kushdo? Që e ka pushtuar Shqipërinë ekonomikisht. Çfarë po i bëhet vonë nëse është kryeminist Rama, Berisha, Basha, ti, unë, Klajdi apo Arilla. Kjo është pyetja ime. Nëse Rama bën çfarë i thon ata, është një yes man i amerikanëve. Nëse ti po ashtu, nëse unë po ashtu. Nëse Trump i thot, unë nuk kam moral se unë jam biznesmen, more. Unë do të shkrim, po s'më hape Ormuzin, të kthej në epokën e Gurit. Dhe nuk kam fjali më imorale se sa kjo. Unë të kthej në epokën e Gurit, po të zhduk 1 milion vjet qytetrim, thot ai sepse janë biznesmen dhe po pengon biznesin. Si mund të presim ne nga një imoral të sjell moral këtu? Norma e inflacionit në Iran ka arritur në 40%. Po që vret mendjen tim o tani. Pasojë blokadës. Po nuk na duhet ne ajo, unë jam mirë se 112 është fuqia. Ati argumente që ti solle. Kupton? Po nëse ajo politik tek e cila ne i varrim shpresat, që është politika perëndimore, me dashje e braktis moralin, si mund të presim ne tani të heqin Ramën, se Rama po bën ca gjëra imorale me pushtetin e tij. Jo, unë thash të ndryshojmë politikën. Po si të ndryshojmë? Po s'ndryshon kurrë politikën. Nuk ndryshon dot më për arsye sepse gjitha partitë politike ose dy partitë kryesore politike në Shqipëri kanë dalë nga vija ideologjike, të cilat janë krijuar dhe sot po të shkosh mënyra e trajtimit. False ideologjike dhe praktikë kollajme. Partitë politike në Shqipëri, kryesisht Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë koncepte manageriale. Më shumë tentojnë drejt. Pra Trumpi, më thënë koncepteve arriviste, pra të orientuan drejt objektivave, drejt rezultateve dhe jo drejt parimeve apo ideologjisë të tyre. Po se njerëzve u ka pëlqyer kjo. Pikërisht pra. U ka pëlqyer, o vllanë duan buk. Kemi aleancën e famshme 2009-s. PD-LSI, apo më tej me aleancat apo kalimet të shumë figurave apo elementeve të Partisë Demokratike sot në pushtet me Partinë Socialiste. Dhe këtu ka humbur vija ideologjike e partive politike. Dhe çfarë bën? Dhe jo më kot, kryeministri Rama nuk lejon që deputet të caktuar të ngrihen dhe të diskutojnë pra shpreh mendimin e tyre. Kjo vëllai gabuar. Patjetër mund të jetë dikush që ka mendim gabuar, ti aty për ta dëgjuar dhe për t'i dhënë përgjigjen që duhet për thënë jo, sepse ti nuk ke të drejtë për një apo shumë i madh. Partisë Demokratike që nuk ka garë dhe nuk lejohet, nuk ekziston, të paktën Partia Socialiste dhe pse është në pushtet dhe me shumë drejt mund thotë kushdo që nuk ka pse ta ankojë kurkush, por ja që ka tentativa. Ndërkohë që është gabimi më i madh që një parti opozitare që synon të marrë pushtetin të frenojë grintën apo vrullin e elementëve të rinj që duan në mënyrën e tyre, duan të japin kontributin e tyre në forcën që aderojnë. Ndërkohë, sepse doja në këtë pjesë, në këtë hapësirë që kemi sot, të trajtoja qoftë edhe në një minutazh të shkurtër, një problem të rëndësishëm që është në interes të qytetarëve, pra të japin fund pjesës politike. Ka parasysh atë që ndodhi dje në Këshillin Bashkiak dhe këtu në fakt referenca jepi Gjergj me vendimin e dieshëm pra për konceptimin dhe rivotimin e atij projektimit të pak viteve më parë, pra duke çuar tarifimin, nivelin e tarifimit për çadrat e sezonit në plazhet e Vlorës në nivelin e 700 lekë të ri. Shiko, ka duhet për qenë korrekt dhe për qenë korrekt me audiencën. Kishte një deklaratë sot të kryetares së Bashkisë zonjës Mersini, e cila
sqaroj, pra ripërcaktoj edhe njerë se cila ishte fryma dhe njëkohësisht dhe ajo që e vërteta si pasaj asaj që u vendos dje. Pra bëhet fjalë për plazhet publike të cilat ndahen në fakt në 3 kategori. Kemi një hapësirë në 15.000 metra, në fakt ajo nuk e saksoj, por besoj janë metër katror, apo 15.000 metra katror dhe jo vibregjetare. Jo linear, sepse shtypin fakt jo vibregjetare që është hapësirë. Ku bashkia ka detyrimin, sipas projektventimit, që të vendosi 350 shezlong, në fakt çadra me shezlong. Në të hapësirë që quhet pjesa pra publike dhe pjesa tjetër do të ketë pra një sipërfaqe tjetër që nuk u saktsua, ku pushuesit të interesuarit mund vendosin mjetet e tyre, pra shezlong apo çadra. Ndërkohë që kemi një kategori plazhet e menaxhuara në bashkëpunim me operatorët turistik privat, ku në bazë të një raporti të caktuar përqindje, vlera e një çadre bashkë me shezlong nuk do të kaloj nuk do të kaloj limitin 700 tek. Madje cilësoj pra përkundër realitetit të viteve paraardhëse, kemi një limitim në favor të qytetarëve, pra jo 2.000 apo 10.000 të vjetra, pra apo 15.000 të vjetra, por 7.000 tek e me tavan. Si është e vërteta sipas teje? Unë po patët pak durim që ta sqaroj tamam siç është, që ta kuptojmë edhe ne bashkë, po edhe qytetarët. Tani, e para një deklarata sot e kryetares bashkisë ishte totalisht një deklaratë manipuluese. Kryetare bashkisë në radhë parë e ka detyrim ligjor që të vijë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak dhe ato projekt vendime që i firmos për të miratuar në Këshill duhet viti mbroj vetë. Kryetare bashkisë ka 4 mbledhje radhazi që nuk vinë në Këshill Bashkiak. E ka detyrim ligjor të paraqesë projekt vendimet përpara këshilltarëve. Përpara 2 javësh ne na ka ardhur ky projekt vendim, kemi pasur një mbledhje jashtëradhe, na ka ardhur ky projekt vendim për ta bërë 700 lekë. Si është analiza e kësaj 700 lekë, se kjo është më e rëndësishme se sa pjesa tjetër e miratimit. Ka dalë një VKM numër 60 në janar të 2026, tani dhe thotë, njësitë e qeverisjes vendore mund të menaxhojnë plazhet dhe si referencë mund të marrin të vënë çmimin 50% të tarifës së çadrës me 2 shezllong të çmimit të tregut. Dhe Bashkia Vlorë vendosi që të menaxhojë zonën e Lungomares. Zona e Lungomares ka një sipërfaqe rreth 44.000 metër katror, nga të cilët 15.000 janë plazh publik, që i thon diku te 30%, pjesa tjetër janë disa që u kanë ngelur kontrata 3-4 vjeçare dhe nuk janë maturuar, hotelet e ndryshme, pjesa tjetër ka qenë bosh. Dhe bosh kanë dalë të gjitha ato zona të cilët baret dhe restorantet, aty kanë pasur pjesën e plazhit dhe hotelet dhe u kanë mbaruar kontrata, janë 18.000 metra bosh ose 590 metër linear në vijë gjatësore. Tani neve kemi 590 metër linear, 18.186 metër katror. Tani neve kemi pas kundërshtimet tona që në komisione se i kemi thënë. Ata kanë marrë një çmim reference 15.000 lekë në çadër çmimi tregut në zonën e Lungomares në periudhën e sezonit të pikut. Po, dhe kishin marrë 6 letra me 15.000 lekë dhe ne me të drejtë thamë, zotërinj, në maj çadra është 5.000 lekë në Lungomare, nuk është 15. Në korrik çadra është 7.000 lekë, në gusht është 15, por në shtator është 5.000 lekë dhe po të marrim një mesatare të gjithë kësaj periudhe, nuk na vete më shumë se 8.500-9.000 lekë. Dhe te 9.000 lekë hajde qëndrojmë te 4.000 lekë, te 400 lekë të reja ose të vjetra. Dhe çfarë kanë bërë? Na solën ato, u thamë na paraqisni kuponat tatimor, një gusht, një kështu të një biznesi dhe hajde ta marrim ta llogarisim se s'mund t'i ngarkojmë qytetarët me kosto. Iku kjo pjesë. Dhe jo e pranuan e prun 700 lekë në Këshillin Bashkiak. Për llogaritjen e të ardhurave të kësaj 700 lekësh, ata e bën llogarin që nga 1 maj deri në 30 shtator, çadrat janë të mbushura me një kapacitet 65%. Dhe vendosën që e bën nga 65% për 5 muaj, kishin rakorduar që 90 ditë ishin 100%, për muaj gabuar, por okej, morëm të si referencë. Dhe duke llogaritur, thanë, me që bizneset që u kanë mbaruar kontrata, i kanë asetet, çadrat, shezllonët dhe të gjithë të tjerëve,
do bëj një joint venture, do bëj një bashkëpunim për këtë pjesë. Dhe do ta ndajmë fitimin 51.49. Bashkia bashkë me këtë projekt vendimin e 700 lekësit, pruri dhe një projekt vendim për të rritur stafin e vet për periudhën e mbearit, ku ishin 8 punonjës edhe 8 vrojtues. Që neve përsëri këtë e kundërshtuam pse? Sepse ndërmarrja e shërbimeve publike dhe ndërmarrja e pastrimit dhe gjelbrimit menaxhojnë 600 veta për një periudhë 4 mujore. Le të gjejnë ata 8. Ka plot aty brenda për që të mbledhin lekët, megjithatë e miratuan vun dhe një fond 6.641.000 lekë të reja, nga të cilët 4.4 ishin pagat, 2.4 ishin bovat, gjërat e tjera, pikullat e vrojtimit, sepse këto 1.800 çadra që do vendosen në 18.000 metër, që i thonë 10 metër katror një çadër, do dahen në 8 zona. Dhe për llogaritja ekonomike u bë që 1.800 çadra herë 90, herë 700 lekë në ditë, herë 90 ditë na jepni një vlerë 114 milion lekë të reja. Për llogaritja si e bënte bashkia, përsëri e bënte gabim, sepse duke zbritur kostot, zbritet TVSH-n, që ne e morëm TVSH-n e zbritshme duke pas parasysh që TVSH-ja do prihej në një kompani të re e cila nuk kishte TVSH të akumuluar dhe do të hyrojë të paguajë. Se në qoftë se kasën do ta nxirrte si bashki vlorë, TVSH-ja as plus minus. Edhe mund mos paguaj, po e morëm të më qenë të paguar. I vendosëm dhe 6.6 milion lekë të reja që ishin kostot të tjera që ata i kishin buxhetuar. Por bashkia bënte një gjë që nxirrte koston e çadrës 428 lekë, se kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme për kostua. Bashkia 49% e fitimit të privatit e fuste në shpenzim. Dhe ja u thash, zotrinj, në qoftë se çadrat e privatit do t'i marrësh me qira, me një çmim fiks, 100.000 euro. Ky është shpenzim. Kurse 49% që është ardhur neve në fund të kësaj do ta ndajmë fitimin bashkë 51.49. Dhe unë në mbledhjen e djeshme, dhe kjo ishte më e bukur, para 2 javësh, duke pas parasysh këtë lloj kostoje që më thante 400 lekë, u dakordsuam që të lëm një çmim 500 lekë. E propozova unë në mbledhjen para 2 javësh, e hodhëm në votim. Ishin dhe disa këshilltarë të Partisë Socialiste që e votuan bashkë me mua dhe propozimi i mori 16 vota dhe 13 vota propozimi i, do me dhe 13 vota kundër, 16 pro, dhe tha nuk kalua. Unë e dija që nuk ishte kaluar, sepse duhet merrte 26 vota, pasi është ndryshimi i paketës fiskale. Në rregull, nuk kalua e lash. I lashi në gabimin e tyre. Në fund të mbledhjes thanë, jo, po nuk e kalua, do e bjem prapë. Tani, duke qenë që na erdhi në mbledhjen e djeshme, unë bëra një analizë shumë të thjeshtë. Në qoftë se nga 500 lekë bashkia e kërkoi ta bënte 700 lekë. Atëherë unë i bëra një analizë kostoje nga 500 lekë 300 lekë. Dhe unë koston për një çadër e nxora 101 lekë. Po. Shumës së mbledhur 300 lekë me 90 ditë, me 1.800 çadra, 27 milion të reja, minus TVSH-ja, minus 6 milion e 600.000 lekë, në fund bashkia dhe ato kompanit që do merrnin do ndalin nga 80.000 euro. Kjo ishte skenari më i keq. Por ne si këshilltar të opozitës propozuam që këto 18.000 metër katror që janë, lëri më bosh bëj 33. Qytetarët ta marrin çadrën, ta ngulin ku të duan, mos kem probleme. Pse? Sepse bashkia me punonjësit e vet nuk mund të menaxhojë 8 zona plazhi. Po. Sepse ai punonjësi i bashkisë do marri të presi faturat, 5 do t'i presi, 5 nuk do t'i presi. Po, nuk do jetë atë. Pastaj ka dhe një gjë tjetër që këta vunë dhe kosto pastrimit të plazheve. Ore zotëri, qytetarët e Vlorës kanë paguar taksat që të pastrojnë si trotuari, si rruga, si plazhi. Ndërmarrja e shërbimeve publike, kur thuhet sipërfaqet që do pastrojnë ndërmarrja e shërbimeve publike në qytet, janë të vendosur edhe sipërfaqet e plazhit. Mund të ketë një pastrim ekstra, por nuk mund të futësh kosto ekstra. Kështu që ne ditën e djeshme i paraqitëm kryetarës, i paraqitëm këshilltarëve, sekretarja e thash, nuk vjen, ka 4 mbledhje që nuk vjen, mirë është të vi. Dhe e paraqitëm që kosto na del 100 lekë. Hajde ta bëjmë 300 lekë. Ose ta çojmë në zero, le të rri plazhi bosh, ne kemi shumë vende që kemi parë. Unë kam qenë në plazh edhe në Florida, edhe në Atlantic City, edhe në Barcelonë, edhe në Nice. Ka plazhe me pagesë elitare. Por ka dhe plazhe në qytet që duhet jenë atje dhe ai plazhi pa çadra duket shumë i bukur. Sepse dhe restorantet, dhe lokalet, dhe gjitha e kanë pamjen, vjun e kanë shumë të bukur. Atëherë, një qytet
nuk mund të kanalizohet dhe po ju them dhe diçka tjetër. Ai plazhi publik që thot sot kryetare e bashkisë, që neve në komision e kemi lënë që 30% që është detyrim ligjor i plazhit publik, ta ndaj me zona. 10% të jepet në fillim, 10% në mes dhe 10% në fund. Bravo. Dhe këtë 30% do ta trajtojmë në Jo, ja dhe 10 sekonda mbarova, sepse na e mori kohën frokun, nuk është fajon. Kështu që ai 30% që këta e ka lënë mute marinat e kanali, aty ku shkarkojnë ujërat e zeza. Unë po ju them që plazhi i Lungomares, duke pasur që ka 4 pika shkarkimi të ujërave të zeza, që ne kemi denoncuar dhe në Këshill Bashkiak, është i ndotur. Ku shkarkojnë është më i ndotur dhe gjithë zona është e ndotur dhe është plazhi i kategorisë D. Kështu që duke qenë një plazh i kategorisë D, e para një çmimi 7.5 euro, 7 euro është shumë i lartë, nuk është problemi se e përballon Gjergja apo Arilla, po për qytetarët është shumë i lartë, dhe e dyta, pavarësisht që ti do ta vendosësh plazhin publik, ti do fokusohesh te ky me pagesë, se këtu e ke interesin dhe si bashki. Pastaj ka dhe një moment tjetër që ne ngritëm në Këshillin Bashkiak. Ata thanë do vendosim tarifën 700 lek. Nuk thanë çmimin. Tarifa nga çmimi është gjë e ndryshme. Koncepte të ndryshme. Çmimi është biznes, tarifa që unë vë një tarif që mund të dalë dhe me humbje, por i shërbej qytetarëve. Dhe unë, ne si këshilltar të opozitës, që të jemi të qartë, pavarësisht se sot e pompoj shumë, sepse donte të pomponte edhe para një jave atë të qënve që 260 euro një qënë, po ishte e pa arritur, ne si këshilltar të opozitës, dje, dhe arritëm dhe bëm propozimin ton që ky plaz të ishte pa pagesë. E gjithë sipërfaqe Lungomares, të ishte një sipërfaqe bosh, të gjithë ata që kanë çadra, mund të shtrin një peshqir, mund të lozin me top, mund të lozin futboll, mund të shëtisin në këmbë, mund të dali dhe një qenë le të themi xhiro, sepse u ngrit dhe sot pretendimi që do vën çadra dhe përpara është prap publike. Kush të lë të vësh përpara çadrën nëse ti ke vënë? Kështu që ndodh kjo në botë, por këtu ka manipulime të qytetarëve dhe ne ishim të bindur që ja tham dhe dje që të gjithë kjo gjë është bërë për interesat të kryetarit bashkisë për të kanalizuar në aty ku do ajo. Më konstruktiv, kur thash që do ta trajtojmë një temë në një Jo, e di pse e thash këtë sepse doja që ishte Jo, e di pse e thash këtë sepse 50 minuta bëra opinionistin, tani do dal pak dhe te pjesa e opozitorit. Sigurisht, patjetër. Atëre që të respektojmë dhe liniat Patjetër. e televizionit për të lënë. Mund ke gati në çdo ballafaqim që mund të jetë. Falenderoj sepse Kemi më kohë. E mbyllim? Po, do ta mbyll sepse vajti dhe për shkak të programeve që janë vijim, jam i detyruar ta mbyll Falin se ju ka marrë minuta. Jo, sot Që mund të flenin. Më kanë ardhur mesazhe vërtet shumë vlerësuese për panelin sot dhe për mënyrën për thellësinë e. Po merr një mesazh para ca kohë po që bëre si mua bet kafeneja bën aty. Të s'po nga kafeneja vi, jam analist. Ajo është pasaj ka të bëj me këndvështrimin dhe nivelin e secilit, por mesazhe vërtet ka pasur mesazhe që bëjnë dhe vlerësojnë pra nivelin e panelit sot. Nderuar miq, ky ishte Fusion sot. Ju falenderoj, natën e mirë.